Çka thot Allahu për syfirin? Dhe thot Allahu, konkretisht për shembull në Kur'an, nuk ka çka përmendet syfiri, po ka çka kuptohet se çka është syfiri këta. Nëse hulumtojna për shembull suratul Bekare, ka ajetin 183-4 që aty pari, dokon thot hani edhe pini, e këtërti sa mos dallohet peni i bardh pi penit zi. Kulu washrabu. Çka thot Allahu dhul xhelal, hani dhe pini. Me këto ajete kuptohet do thot se Allahu dhul xhelal e ka përmend hamjen edhe pimjen tek këtërti kur, derisa mos dallohet peni i bardh pi penit zi. Allahu dhul xhelal e ka përmend dhe thot këtë çështje në Kur'an. E pastaj komentatorët e Kur'anit kanë shpjeguar se çka është ai peni i bardh dhe peni i zi. Është polemike e madhe shumë në mes tinëve, po peni i bardh dhe i zivi nuk është mi morë një peni të bardh dhe një zi dhe që taj pidallojën, por është ai vija e bardh që ka del në horizont mas natës. Se do thot është nata, pastaj vjen që ajo vija e bardh e agimit, pastaj vjen apet nata edhe shkon pastaj të zbardh. E që ajo vija e bardh që ka është do thot në horizont, është do thot që ai peni i bardh i zi, që ka i ka përmenë Allahu dhul xhelal në Kur'an, a këtë çështje mas mirë ti din me e shpjegu ato të cilët mirën me matjen e kohës. A i ke pa na këtu në Shkupa, i kena këtë zavodin, që i thojnë. A mërvesh. Edhe me bo mingu lajmet mëngjes, thot sot dili lindi në ora që ka. A beton. Dili përendoj në ora që ka. Do thot na, si një qytet i vogël, e kena do thot një që shme thonë vend për hulumtim, se kur lind dili, kur përendon, e mos folmi për umetin islam, i cili do thot çdo gjë e ka me termin, me afat, me caktim.